Në transmetimin e radhës e emisionit Hea me drejtuese gazetaren Laureta Petoshati, tema që u trajtua ishte vlora në sytë e një akademiku. I ftuar ishte profesor emeritus Bardosh Gaçe, i cili në të gjithë veprimtarinë e tij studimore epiqendrën e ka pasur në Vlorë. Ai shpjegoi se çfarë është vlora për të si vlonjat, si studiues dhe si akademik. Ai përveç veprave të tij të rëndësishme ka botuar librin voluminoz Vlora fjalor enciklopedik, që është një kontribut shkencor dhe historiografik. Për pyetjen e gazetares Laureta Petoshati se kush sipas tij janë figurat më të mëdha të Vlorës, përgjigjja e tij ishte se çdo epokë ka njerëzit e saj, por shkëlqimin më të madh historik Vlora ka me Labërin dhe Imarën, me gjithë qarkullimin e saj në mesdhe, prandaj ne duhet të flasim dhe për ato figura. Gaçe tha gjithashtu se Vlora është ilirike, kaonike, amantiane me qendra të mëdha të kulturës europiane, që sipas Babingerit ato janë qendra me rrezatime europian. Ai foli për figurën e Ismail Bey Vlorës, familjen e tij, për klerikët e Vlorës në shpallin e pavarësisë, që bekuan jo vetëm flamurin, por edhe hodhën rënjët e një vllazërie fetare dhe uniteti kombëtar. Përveç të dhënave të reja historike të gjetura në për shumë arkiva të huaja dhe shqiptare, profesor Gaçe foli për shumë mangësi të Vlorës. Ai kritikoi faktin që në Vlorë nuk ka asnjë gazetë apo revistë, kur Vlora që mbas pavarësisë dhe gjatë viteve 20 e 30 ka pasur disa të tilla. Ai u shpreh se shumë nga institucionet kulturore në Vlorë nuk janë në nivelin që i duhen kohës, sepse janë të mbushur apo drejtohen nga njerëz të paaft dhe të paditur. Ai kritikoi rënd Akademinë e Shkencave, që në përbërje të saj ka njerëz ajdut dhe antikombëtar, të cilët vlerat tona kombëtare siç është polifonia dhe albanologjia u atribojnë si vlerë të huajve dhe i kombit shqiptar. Profesor Gaçe theksoi faktin se simbolet historike dhe skulpturat e parkut në Vlorë po zhduken, madje edhe arkitektura nuk po i përgjigjet konceptit ton mbi këtë qytet historik. Ai tha se në Vlorë duhet të fitojë terren meritokracia dhe të vlerësohen me seriozitet dhe ndershmëri personalitetet e Vlorës në art, letërsi, shkencë e të tjerë. Emisioni Hea, që në këtë transmetim pati një numër rekord shikueshmërie, kthehet të shtunën tjetër me të tjera tema.